UNESCO ka dhënë rekomandim zyrtar që lugina e Vjosës të shpallet rezervat biosfere. Për të folur mbi këtë temë, kam aktivistin Ilir Kaso, kënaqësi që ju kam studio. Kënaqësi. Çdo thot rezervat biosfere dhe ai ishte i pritshëm pikërisht kjo rekomandim që u dha nga UNESCO. Sigurisht ka ekspert që mund të flasë më gjatë për këtë pjesë, por vetë fjala rezervat është që të rezervojmë një pjesë të natyrës për biodiversitetin që ajo mbart. Duke parë në këtë lloj stadi ku ne kemi çuar deri tani lumin e Vjosës apo gjithë pjesën e luginës, jemi të kënaqur me statusin që ajo ka marrë dhe sigurisht edhe me gjithë thirrjen që ajo bën sot në aspektin e turizmit, në aspektin e agrikulturës, e shumë gjëra të tjera me radhë, por duhet jemi shumë të kujdesshëm në mënyrën se si ne vendosim një lloj vizioni mbi zhvillimin që do ndodh në gjithë këtë pjesë të luginës. Mendoj që është një mundësi shumë e mirë, një shans shumë i mirë që ne të tregojmë jo vetëm gjithë Shqipërisë, por Europës e mbar botës që mënyrën se si ne kemi një vizion për ta zhvilluar këtë mundësi sot. Ajo që duhet të shohim dhe duhet të studiojmë duhet të jetë në mënyrë shumë dinamike, ku duhet të ndërthuret pjesa e edukimit për brezat që do të vinë, në mënyrën se pse ne kemi ruajtur në këtë lloj gjendje, në mënyrën se si e shohim sot ne turizmin të ndërthurur me agrikulturën dhe me shumë hapësira të tjera që të gjitha vinë në mënyrë dinamike. Nuk mund ta shohim një aspekt vetëm ndërtimi si gjë të veçmas, po duhet ta shohim në mënyrën se si ndodh sot ndërtimi në marrëdhënie me ekologjinë, marrëdhënie me natyrën. Rrezikohet ajo luginë në gjykimin tuaj? Unë mendoj që ajo luginë ka qenë e rrezikuar prej shumë kohë, kur ne kemi nisur që në 2013-2012 si me gjitha protestat që kemi ngritur edhe me gjitha studimet që kemi bërë, jo vetëm unë, shumë banor, aktivistë të tjerë me radhë, organizata kombëtare, ndërkombëtare, është bërë një punë fantastike deri më tani. Unë para një viti në momentin që u shpall park kombëtar, kam qenë shumë i gëzuar në të njëjtën kohë edhe shumë i merakosur, sepse sigurisht me një status të tillë buxheti edhe investimet vinë edhe bëhen më të mëdha. E qartë. Mund të shpjegosh një gjë faktikisht si shkuat deri tek Leonardo DiCaprio? Nëpërmjet organizatave ndërkombëtare, ka qenë Patagonia që na ka ndihmuar shumë për të vajtur deri atje dhe sigurisht aktorë të tillë kanë qenë prezent gjatë gjithë kohës me kauza të tilla, me tematika të tilla në mbrojtjen e natyrës. Por ne kemi pasur një mbështetje shumë të madhe të organizatave ndërkombëtare. Pra rrjeti i organizatave ndërkombëtare. Një prej tyre ka qenë shumë e rëndësishme organizata e Patagonias. Mund të themi për shembull që kjo ishte me të vërtetë një protestë e suksesshme për ta shpallur park kombëtar dhe për shkuar te ky vendim i UNESCO-s, pasi shpeshherë këtu në Shqipëri ka ato problemet që protestat nuk i japin efektet e duhura. Është kjo një protestë e suksesshme që kur duan qytetarët dhe kur ngrihen të gjithë mund të arrijnë diçka? Unë mendoj që ky është një nga pikat më të suksesshme që ne kemi vendosur, jo vetëm për lumin, por për mënyrën se si ne mendojmë sot mbi çështjet e kauza nga zhanre, nga natyra nga më të ndryshmet. Ne sot kemi vendosur nëpërmjet lumit të Vjosës, kemi vendosur një status quo duke i treguar publikut se nëse ne bëhemi bashkë edhe nëse jemi të vazhdueshëm, në mënyrë të vazhdueshme luftojmë për një çështje të caktuar, në mënyrë transparente dhe në mënyrë të organizuar, jo vetëm organizatat, jo vetëm aktivistët, por edhe artistë apo banor të zonës apo shumë njerëz të tjerë që e kanë kuptuar rëndësinë e këtyre çështjeve. Ne sot kemi dhënë një shembull për të treguar se si mund të ndryshojmë gjërat vetë, se si mund t'i kërkojmë dhe në kohë të vazhdueshme me këmbgulje mund t'i arrijmë ato. A e rrezikon projekti në Nart këtë luginë? Është projekti i dhëndit të Trumpit, mos gabojmë, Jared Kushner.
Përgjithsisht mendoj që projektet aktuale që po ndodhin, duke parë, unë nuk kam bërë një studim për to, por duke parë vetëm madhësinë e investimit të tyre, më duket një investim realisht shumë serioz, por nga ana tjetër më duket që rrezikon shumë pjesën e natyrës, sepse mënyra agresive se si ndërhyjmë ne me strukturën arkitektonike, më duket e tepërt. Sot bota ka treguar se si ne mund të ndërtojmë me materiale që janë të degradueshme në kohë, që ne të mos ta cënojmë natyrën në mënyrë aq të ashpër, aq të egër. Por ne kemi aeroportin, po derdhet beton, kemi raste tjera ku derdhet beton. Ne s'po kuptojmë, pikërisht, ne nuk po kuptojmë se sa të ndikuara janë gjitha speciet që ne kemi në këto zona, sa të ndikuara janë në aspektin e zhurmës që do krijohet nëpërmjet aeroportit, apo fluksit të makinave, të trafikut që do ketë ndodhjen e vetë, sigurisht, e me radhë tjera. Pra, ajo që ne duhet jemi shumë të kujdesshëm është që po ruajmë një pjesë të natyrës për t'i treguar, për t'i dhënë mundësi brezit që po vjen të krijojë një vizion tjetër për arkitekturën, për edukimin, për marrëdhënien me natyrën, për marrëdhënien me tokën, me agrikulturën, e shumë gjëra tjera me radhë. Kur ka ndonjë projekt në Greqi apo në Itali, duhen vite dhe vite të tëra, natyra, arkeologjia, të gjitha. Këtu duket sikur realizohet brenda vitit. Pse ndodh kështu? Domethënë nuk kanë respekt për natyrën? Po ndodh një zhvillim shumë i madh, sidomos në aspektin e arkitekturës. Këtu po ndërtohet në mënyrë masive, dhe mendoj që duhet ketë disa klauzola që bota i ka vendosur prej kohësh. Pra, nëse ne sot marrim një nga vendet fqinje, Greqinë, ka vendosur prej kohësh klauzola që ti nuk duhet të ngrihesh 3 katet më sipër, për shembull, në një ndërtim që do bësh. Muret do t'i bësh të bardha dhe çatit të blu, për shembull, simbolikat që ata kanë. Pra i kanë vendosur disa limite prej kohësh. Ne u bëm vite të tëra me radhë që ndodh një lloj zhvillimi pa kontroll. Kështu që, si i thonë, është më lehtë të japësh një leksion të ri se sa të heqësh atë vesin e vjetër, si më thënë. Kështu që do na duhet ca kohë që ne të ndërgjegjësohemi se çfarë po bëjmë. Nga ana tjetër, sigurisht që duhet një edukim në mënyrë dinamike që brezat që po vinë të arrin të kuptojnë çfarë pasurie kemi ne. Si mundemi ne ta propozojmë në mënyra të tjera. Për shembull, para 10-11 vjetësh kur ne propozonim mënyra të reja për turizmin, për agroturizmin, dukeshin krejt absurde për disa veta. Sot është rritur numri i turistëve në mënyrë maramëndse në gjitha të pjesë të luginës. Sigurisht që ka mundësira të tjera shumë herë më të mëdha. Por ne themi kemi projekte strategjike, ndërtojmë aty, ndërtojmë resorte, ndërtojmë hotele dhe pastaj themi që dëgjoj ja, prandaj u rrit numri i turistëve, si duket si arsyetim? Nuk mendoj se është kjo, përveç se kur shoh ato turistët që në mënyrë shumë minimaliste marrin vetëm një çantë në krah edhe një qese me ato tendat edhe me ato pajisjet e kampingut, edhe i shoh në të gjitha zonat duke u hapur për natyrë, edhe sigurisht edhe nga diskutimet që kam me ta, më duken që vinë për natyrën më tepër se sa për pjesën e infrastrukturës që më tepër më duket betonizim se sa një ide mirë menduar se ç'është kjo infrastrukturë, sa të lidhura janë të gjitha shërbimet me njëra tjetrën. Ne këtë duhet mendojmë. Për të ndalur te kjo pikë, cilat janë, me aq sa ju e keni parë, sa keni takuar turistët, cilat janë pikat më të bukura që mund të shkosh dhe të bësh kamping në luginën e Vjosës? Ku shkojnë më shumti dhe ku do sugjeroje ti? Ka shumë pika. Unë jam rritur në Vjosë. Le të themi që nuk di vetëm gjërat e dukshme, sepse Vjosa her pas here ndryshon shtratën e saj dhe ka pika shumë të bukura që ndryshojnë her pas here, sigurisht. Gjithë pjesa e lumë duket shumë e bukur, po sidomos pjesa nga sipër, sepse ka edhe një lloj pastërtie të ujit, por ajo që unë do
përveç edhe kulinarisë gjithashtu, në përmet edhe në shumë zonat e tjera, në Tepelen, që është goxha e pasur, do këshilloja edhe shijimin e orarit të caktuar në vendet e caktuara, ku ti mund të qetësohesh në përhije të vjosit, edhe është një terapi më vete. Për shembull në Petran është një zonë shumë e mirë që mund ta shijosh, ka edhe banjet e bënjes afër për terapi të tjera që mund të ndodhin. Nëpërmjet gjithashtu ka shumë pika qyteti, që ka edhe qytetin në afër. Pjesa e Tepelenës gjithashtu ka, pjesa e Urës së Dragotit gjithashtu ka. A vjen shumë turist në këto pika? Ka shumë turist, sidomos po ndodhin tash edhe sporte që ka ciklizëm, ka kajak, gjithashtu që po ndodhin. Shpesh herë është hedhur në diskutim nëse mjete motorike e dëmtojnë, personalisht mendoj që e dëmtojnë, përveç infrastrukturës që ato mund të ofrojnë në momentet caktuara kur duhet në një moment jashtë në një ndihmë të shpejtë që mund t'i jepet një banori për shembull apo një turisti që mund të vjen në funksion të jetës, për pjesën tjetër turistike ajo ofron mjaftueshëm. Po si mund të mbrohet tani në këtë lloj kuptimi? Kur ne themi që po vinë turistët, dihet që këtu jepet gjithmonë një leje aty afër që turistët dhe të akomodohen. UNESCO e mbron një gjë të ngjashme? Po që kemi marrë rekomandim për UNESCO? Sot po ndodhin për shembull ndërtime fshatrash ku ndërtimi po bëhet me tenda. Pra në një periudhë të caktuar 10 vjeçare ai e rindërton fshatin nga fillimi, le të themi. Dhe sigurisht që edhe investimi nuk është shumë i madh, por edhe mundësia për ta rinovuar atë është e mundshme, le të themi. Dhe këtë duhet arrim të kuptojmë, që ne nuk e dim se si do zhvillohet kjo gjë. Pra duhet të lëmë një hapësirë për brezat që po vinë, që ta kenë mundësi ta zhvillojnë në një mënyrë tjetër, më dinamike, më të bukur akoma. Ne tash po hedhim vetëm disa idera të vogla atje ku na shkon mendimi, por mendimi shkon shumë më përtej. Për brezat që do vinë, do shkojë edhe më tepër akoma. Mundësi do jenë më të mëdha. Pra ne duhet lëmë diçka për ata. Nuk mund të strukturojmë gjithçka të mbyllur, sepse ne kemi vënë re që natyra gjithmonë kthehet në mënyrë të kundërt, në momentin që ne duam ta kontrollojmë një gjë. Shpesh herë është thënë që ne e bëjmë për të mirë të ekosistemit e me radhë, por vetë ekosistemi është i tillë që Vjosa ka treguar shpesh domethënë që mund të mbijetojë dhe të rigjenerohet vetë. Nuk mundemi ne të ndërtojmë skarpate për ta kontrolluar atë gjë. Aq më tepër që lumi i Vjosës është shumë shpesh herë ka qenë i pakontrollueshëm me ujërat që kanë ardhur gjatë dimrit. E kuptoj. Dhe uroj të kem sërish studio për të folur për problematikat, por edhe për këto bukuritë natyrës sonë. Shumë kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që ishit këtu.